edhe kjo është një hallkë e dobët e jona në qeverisjen e fshatit, pasi qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Dhe jemi në një pikë ku duhet patjetër të garantojmë kthes në këtë drejtim, sepse ende sot nuk kemi asnjë ndërmarrje të vetme bujqësore të krijuar me kontributin dhe me bashkëpunimin e fermerëve, të sipërmarrësve dhe të strukturave të pushtetit vendor.